Por aktgjykimi, besoj siç është e qartë për të gjithë, e ripotencon edhe një herë që kuvendi konsiderohet Ideja është a bëni propozim ku se keni shumicën. Ta jap përgjigjen nëse. Po devijoni. Kuvendi, jo nuk po devijoj. Unë po them sakt atë që është e qartë. Kuvendi konsiderohet i konstituuar kur votohet kryetarja dhe nën-kryetarët. Pra, nëse subjektet LDK dhe PDK synojnë që të ndikojnë tek lëvizja në propozimin e kryetarës, kjo nënkupton që edhe lëvizja duhet të bëjë të njëjtën gjë për propozimet që vijnë të LDK-s dhe të PDK-s. Për këtë arsye unë thash që janë e shoh që janë dy mundësi. E para, që secili prej subjekteve të pranojë kandidatët që i propozojnë subjekte tjera, ose të ketë konsensus në mes të subjekteve që do të marrin pjesë në konstituimin e kuvendit, duke arritur një konsensus për kryesin në tërësi e jo për kandidatët.